Partia Demokratike dhe Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore vullosin nga Vlora fitoren e madhe të 11 majit, kështu u shpreh ndër të tjera në mitingun e hapjes së fushatës në Vlorë, kryedemokrati Hysni Shara. Ai tha se sot demokratët janë më të bashkuar se kurrë. Kryedemokrati Vlorës theksoi se ekipi i kandidatëve dhe programi i Partisë Demokratike i jep zgjidhje për të gjitha shtresat në nevojë. Sipas tij, këto kanë qenë 12 vite të tmerrshme për Vlorën dhe Shqipërinë. Sa më shumë afrohet dita e 11 majit, aq më shumë shtohet shpresa dhe besimi në fitoren tonë spektakolare. Ne jemi këtu më të bashkuar se kurrë dhe me besim të plotë se lideri ynë, ekipi ynë, programi ynë na jep zgjidhje për të gjitha problemet dhe për të gjitha shtresat e shoqërisë. Ne jemi këtu edhe për të kërkuar falje për pritjen tuaj të gjatë, si për shkak të dobësive tona, por edhe për shkak të një kundërshtari që ka shndërruar Republikën në arenën e krimit dhe të korrupsionit. Një regjim që kundërshtarin e cilëson armik dhe që gatuan të gjitha poshtërsitë dhe manipulimet me qëllimin e vetëm për të qëndruar në pushtet. Kanë qenë 12 vite të tmerrshme për Vlorën dhe për Shqipërinë, dhe rezultati është i qartë. Qytetet boshatisura, fshatra që po zhduken nga harta dhe që kanë mbetur vetëm toponime. Bija që largohen nga vendi dhe prindër që i përcjellin me lot në sy në Europë dhe në gjithë botën. Në Vlorë, një pensionist vuan për ushqime për ilaçe. Një Vlorë ku i riu nuk sheh perspektivë. Një Vlorë me biznes të pafuqishëm e të mbytur nga taksat më të larta në rajon, një Vlorë me bujqësi të shkatruar e të falimentuar. Por kjo klik pushtuese e Dirama, zonja dhe zotrinj na ka hequr dhe historinë dhe dinjitetin, sheshin e Flamurit, sheshin e Bashkisë, portin e Vlorës, dhe e dini arsyen, mbrapa çdo ngjarje të tillë është një aferë korruptive, është një aferë mbyrë që ka për qëllim pasurimin e një grushti njerëzish. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, tha se Partia Demokratike ka një mision të qartë, ato të përmbysjes së sektit Rama dhe rikthimin e demokracisë së vërtetë në Shqipëri. Vendi është mbajtur peng nga një regjim antikombëtar që nuk njeh kufi në grabitje dhe keqeverisje, tha Leskaj. Në një mision të shenjtë për përmbysjen e autokracisë së sektit Rama dhe rikthimin e demokracisë së vërtetë në Shqipëri. Për 12 vite me radhë, Shqipëria është mbajtur peng nga një regjim kleptokratik, i korruptuar dhe antikombëtar, një regjim që nuk njeh kufi në vjedhje, në mashtrime dhe në varfërimin sistematik të popullit tonë, një qeveri që sundon përmes frikës, varfërisë dhe shpopullimit masiv. Edi Rama, ideatori i Open Balkan, Ballkani të hapur, është Esat Pasha modern, është Esat Pasha i kohëve moderne, i gatshëm të shes çdo gjë, të nëpërkëmbë çdo ideal kombëtar dhe të nënshtrojë çdo vlerë për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Në këtë realitet, Partia Demokratike nuk është thjesht opozita dhe shpresa. Është detyra, është përgjegjësia historike, është zëri i qytetarëve të përgjegjshëm, është forca e ndryshimit, është alternativa e vetme për një Shqipëri më të drejtë, më të barabartë, më të zhvilluar për një të ardhme madhështore. Të dashur miq, zgjedhjet e 11 majit nuk janë thjesht zgjedhje, por janë një udhëkryq historik. Do të zgjedhim të qëndrojmë të nënshtruar peng të sektit Rama, apo do të marshojmë drejt një Shqipërie europiane moderne të lirë. Qëllimi ynë si demokrat është i qartë, të sjellim ndryshimin përmes një Shqipërie madhështore.